qartë fare që kryeministri që nga rikthimi i Trumpit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por unë e ndjeva dhe në kohën e Bidenit, në periudhën e fundit të administratës së Bidenit, është gati i mbajtur në një distancë, sepse s'ka asnjë takim bilateral, jo vetëm të tij. Mos ka diçka që kërcetu, edhe është mbajtur larg, edhe ftohet në Amerikë, edhe... Jo, po në Amerikë ftohet Shqipëria, dëgjoj një sekond. Tani ne nuk duhet... Dëgjoj, atje është edhe Bielorusia. Lukashenko është i shpallur gati non grata, domethënë, çfarë lidhje ka ajo? Atje janë shumë shtete të tjera, të cilat kanë nesër edhe mund të goditen ushtarakisht pas 2 javësh nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të gjithë ju ka vajtur ftesa. Aty nuk ka asnjë lloj lidhje, ju ka vajtur ftesa vetëm vendeve që janë armike me projektin e gazës, që është Irani, edhe nuk e di a ka ndonjë shtet tjetër, sepse bëhet fjalë për një bord për gazën. Në këtë kuptim kjo nuk do të thotë asnjë gjë fare, sepse është tjetër gjë propaganda, loja e madhe që luhet dhe kjo ishte dhe vetë fakti që Edi Rama me ndihmën e Partisë Demokratike futi dhe emrin në mënyrë nominale aty, që ishte gjë e turshme dhe tregon pikërisht kompleksin e tij që ka në marrëdhëniet e vërteta me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne e pam, domethënë, më flagrante ishin të dyja që i citove ti për zgjedhjet, sepse neve mund të bëjmë një krahasim të shpejtë tani me formimin e qeverisë në Kosovë. U përshëndet qeveria, u premtua për një marrëdhënie dy palë, u përshëndet kryeministri, qeveria e re, forcimi i marrëdhënieve, jemi aleatë etj. Në rastin e Shqipërisë u përshëndet populli shqiptar vetëm. Dhe kulmi fare ishte për shpalljen e pavarësisë, kur sekretari Rubio i përmendi në urimin për shpalljen e pavarësisë, kishte fjalën kyç në një fjali për i përmendte Spakun dhe trafiqet ndërkombëtare, domethënë dhe krimin e organizuar, në një urim për shpalljen e pavarësisë. Dhe në çdo dalje, në çdo publikim, në çdo, edhe sikur të bëjë ndonjë trajnim ku diun për shkollat e mesme ambasada amerikane, nuk i ndahet pjesa e drejtësisë dhe pjesa e krimit të organizuar tek njoftimet. Kështu që në këtë kuptim kjo situatë dihet, dhe mua nuk, jo vetëm që s'më bën asnjë farë përshtypje, po kjo vjen pastaj, kjo vjen edhe nga niveli dadaist, nga niveli i ulët fare i propagandës së Partisë Demokratike, domethënë që i ngref njerëzit deri në atë pikë, sikur tani do rëmbehet, propaganda flas, mbaroi filmi, Rama i ka mbyllur hesabet me Shaban, na erdhi radha ne, etj. Gati, unë Por bashkë geopolitika me Chuck Norris. Por Rama është kryeministri, po pra. Si rëmben njerëzit. Kam qenë me një përfaqësuese të Partisë Demokratike në një studio tjetër dhe thoshte ti Poli e di shumë mirë, thoshte që mund të ndodhte edhe të vinë marinsat, e kupton domethënë. Kolegja jon pastaj tha, një kolegja jon tha që nuk shkon ose do paraqitet në gjykat para... Ajo ishte pastaj tjetër gjë, në nivel tjetër, nuk di çfarë. Jo, pastaj nguli dhe këmbë që po ka vajtur edhe me gjithë avokatë. Shkoj edhe më tej tek filmi. Po sepse vetëm mos përgjinjështros, pra në çdo lloj fantazie.